linjat e prodhimit, financim 50% i çdo linje prodhimi, por jo më shumë se 30.000 euro për çdo linjë. Për ata që vijnë nga emigrimi, financimi do jetë 70%, jo më shumë se 40.000 euro për çdo linjë prodhimi. Në total, për llogaritën 8 milion euro. Për gjysmim të çdo takse, tatimi, tarife për gratë sipërmarrëse, që do hapin biznese në një prej 3 qarqeve më të varfra, apo që punojnë të paktën 50%, që punësojnë të paktën 50% gra në sipërmarrjet e tyre, fason, ferm, baxho e të tjerë. Tokë publike falas për ndërtime për shtrehim. Shuma aty ishte llogaritur 5 milion euro. Tokë publike me 1 euro për 99 për qëllime biznesi, barë, stalla e të tjerë. Impakti në buxhetin e këtij viti është 265 milion euro. Impakti në buxhetin gjerë në vitin 2020 shkon gjithsejt 4 miliard euro. Natyrisht, kjo paket është vetëm hapi i parë, i domosdoshëm për të shënuar një kthes e cila synon të shpëtojë Shqipërinë nga shkretimi i plot i banorëve të saj. Fshirja, shurja, historia e kombëve është histori e linjes lulëzimit, por edhe zhdukjes tyre. Shqiptarët nuk meritojnë të zhduken. Shqiptarët duhet të mbjetojnë në trojet e tyre që nga korat i lirë gjerësot. Kjo që ndodhë është katastrofa më e madhe demografike në historinë e kombit. Kur shqiptarët nuk kanë përjetuar një shpopullim të tillë nga asnjë pushtim, nga asnjë smundje, nga asnjë epidemi. Kjo ishte çështja që desha të sjell tek ju dhe që ne do mbrojmë në parlament. Së dyti, dënoj me forcën më të madhe. Me forcën më të madhe. Presionin terror të Edi Rams ndaj gjykatës kushtetuese. Dënoj me forcën më të madhe në një akt të pashembull. Ditën e djeshme a i ka ndërmarrë 2 sulme të egra që te i kalon dhe Madurën e Venezuelës ndaj gjykatës kushtetuese. Në përgjigjen e tij ndaj deklaratës së shoqatës gjyqtarëve, ku ata denonconin dhe dënonin ndërhyrjet brutale të Edi Rams mbi gjykatën kushtetuese për të mbrojtur vjedhjen e tij. Vjedhjen e tij me tunel në llogaras është kap mat, nuk ka kulviz, është mat. S'del dot më. Dhe u vërsulet me një gjuhë që edhe Maduro doja ketë lakmi kur ta lexoj, kur t'ja përkthej. Çfarë kërkuan gjykatësit? Kërkuan të mos ndërhyet në mos ushtrohet presion ndaj gjykatës. Ju jeni dëshmitar
se si një javë më parë ky mashtrues publik i kapur në qark me vjedhjen e tunelit llogaras, citoj kushe disa herë Komisionin e Venecijës, sikur ky komision pas ka dhënë opinione që nuk mund të pezullohen ministra. Tani e ka hequr, ka 4 ditë që se përmend ma Komisionin e Venecijës. Duket ka marrë në karton të kuq. Dhe i bëj thirrje Komisionit Venecijës të bëjë një deklarat që ta mësojnë shqiptarët se ky është një mashtrues publik ndërkombëtar. Nuk mjafton kartoni kuq. Mjafton dhe deklarata publike për të denoncuar njeriu që citoj në një ligjerat koprolalike të gjatë disa herë Komisionin e Venecijës në një kohë që në asnjë rast nuk ishte ai komision që kishte dhënë ato direktiva apo ato këshilla. Përkundrazi, në shqyrtimin e nenit të procedurës penale të Kosovës, i cili autorizon gjykatësit një lloj si neni i Shqipërisë, i procedurës penale të Shqipërisë, të pezullojnë. Komisioni i Venecijës thotë se ky nuk bie ndesh as me kushtetutën. Nuk bie ndesh as me kushtetutën. Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut ka gjykuar se pezullimi nuk është në kundërshtim me Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut. Dhe kjo është evidente. Edi Rama ka hallin se është në radhë, pas Lubis, e keni marrë veshur që është nda dosja dysh, dosja Lubis dhe dosja Rams. Nuk flen ma dosja Rams. Jo, nuk mund të flerë ma dosja Rams. Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore. Si parzmore. Shqiptarët nuk do jenë indiferent. Do t'jenë ata që do imponojnë ligjin dhe drejtësinë në qoftë se ky kërkon t'i konfiskojnë në këtë mënyrë. Po kështu dje, për herë të dytë, në një ndërhyrje tjetër, ju përmend në gjykatësve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit, sikur jep nga fondet e vjedhura, dhe jo nga buxheti i shtetit. Një akt pacipsie, në një kohë kur ata gjykojnë, ai përpiqet t'i kërcënoj, të përdor buxhetin e qytetarëve që e ka vjedhur vetë, për të kërcënuar gjykatësit që kërkojnë të mbrojnë buxhetin nga hajdutët. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe dhe u bën thirrje qytetarëve shqiptar të gatshëm për protestat më të fuqishme që vendi ka njohur, për të ndarë përfundimisht nga kjo band hajdutësh që kombi shqiptar se ka patur kur në drejtim që nga themelimi i shtetit shqiptar deri sot. Faleminderit. Pyetje. Zoti Berisha